Banorët e qytetit të Patosit kanë dalë në protestë kundër reformës territoriale që parashikon bashkimin e Bashkisë Patos me Bashkinë Fier. Përpara godinës së bashkisë, dhjetra qytetarë kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj kësaj nisme, duke kërkuar që vendimarrja për të ardhmen administrative të qytetit të mos bëhet pa konsultimin e komunitetit. Sipas qytetarëve, bashkimi i Patosit me Fierin do të cënonte identitetin dhe veçoritë e zonës. Ata e konsiderojnë këtë reformë një tjetër hap drejt popullimit të Patosit dhe kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet përpara se të merret një vendim për të ardhmen administrative të qytetit. Banorët kujtojnë se Patosi ka një histori të lidhur ngushtë me industrinë e naftës dhe me punën e brezave të naftëtarëve, të cilët kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e qytetit. Protestuesit shprehen se qyteti nuk mund të trajtohet thjesht si një pikë në hartë dhe se nuk do të lejojnë që vendimet administrative të prekin identitetin dhe të ardhmen e qytetit të Patosit. Sipas tyre, Patosi nuk duhet të shihet vetëm si një ndarje administrative, por si një komunitet me histori dhe identitet të veçantë.